do të ndërtojë një shkollë speciale për fëmijët me nevojat e veçanta. Në shëndetësi do të sigurojmë pajisje moderne mjekësore. Plani im për 4 vjet e ardhshme është qeverisja komunale, publikimi të nderave të hapur qytetarëve dhe mediave, raporti në shqetësimin e projekteve, plani ku qytetarët të votojnë për projekte të mëdha, punësim dhe konkurs i hapur e jo nesërtar, takim për shqetësimet e qytetarëve e jo veç shkeleshka. Arsim, do të ndërtojë një shkollë speciale për fëmijët me nevojat e veçanta dhe familjen lartë e tyre do të paguhen 250 euro në muaj. Transport falas shujta për shkollën fillore si staf profesional logoped. Shëndetësi, në shëndetësi do të sigurojmë pajisje moderne mjekësore, shujta falas për punëtuar të stafit shëndetësor. Infermierët praktikant do të paguhen 30% të pagës bazë nga buqeti i komunës. Urban dhe infrastrukturë. Do të renovojmë urën e Gurit në përputhje me ligjin. Sheshin do të rikthej në identitetin e tij historik duke i vendosur kaldremet. Ndërtimi i stacionit të autobuseve. Funksionalizimi i parkut të biznesit në Lomall. Zhvillim ekonomik dhe bujqësi. Ndërtimi i 3 fabrikave. Fabrikën e bylmetit, fabrikën e drithrave, fabrikën e riciklimit të mbeturinave. Mbështetje për bizneset të vogla dhe të mesme. Gronde për gratë, të rinj dhe familjet me asistencë. Bujqësi. Subvencimi për bujqit, fara, ple, mjetet bujqësore, hapja e një depoje për mjetet bujqësore ku bujqit do të marrin pajisjet me qira. Faleminderit, kjo ishte koha.